Filloj me fjalën lexo. Çfarë kuptimi ka me fillu shpallja me fjalën lexo? Mas pari të vëllezër, pejgamberi alsam nuk dinte me lexu. Prandaj njëri që s'din me lexu, me thon lexo, ka kuptim? S'ka kuptim. Në aspektin jashtëm, na që shtu minojmë. Mirë, populli që me ta filloi shpallja, Islami ka për këtë popujt, për gjitha kohrat, për gjitha vendet. Mirë po, filloj me një vend, diku në dosh me anis. Me një vend filloj me një popull. Filloj me Arabët, me Kurejshit e Mekës. Ata e kishin problemin kryesor, analfabetizmin, apo kishin tjera probleme ata? Pse filloj me lexo? Për shumë arsye. Për shumë arsye të ndryshme. Një nga ato arsye është që mund t'i përmbledhem se kjo don shumë shpjegim, është e thellë, është shumë e gjerë. Mirë po, për të dhënë disa shpjegime është nga se Allahu xhallahu ala duke nisur shpalljen me fjalën lexo na tregon qartas karakterin, përmbajtjen e kësaj shpallje. Kjo shpallje që po të shpallet ty o Muhammed a.s. nuk është hamendsi, nuk janë thashe thëme, nuk janë përvoja njerëzore, nuk janë muhabete odash e muhabete nejash, por është dije. Është dituri që vjen nga i gjithdijshmi, nga krijuesi, nga Allahu xhallahu ala. Prandaj ka fillu me lexo. Dhe gjithashtu për të treguar se kjo fe është fe e leximit, është fe e mësimit, nuk është fe e bestytnive, nuk është fe e thashëthëmeve, nuk është fe e zakoneve të trashëguara, por është fe e dijes, fe e argumentit, fe e fakteve. Po jo fe e prallave. Psa ka fe të prallave? Ka fe që ndërtohet në pralla. Ka thonë, u konë, kanë shku. As nuk i dihet baza, as burimi, as nuk i dihet gjeneza, nuk i dihet kurgjë. Veç ka thonë dikush. Të na dihet kush ka thonë, dihet pse ka thonë, dihet çka ka thonë. Prandaj ikra lexo. Gjithashtu të ndrozër, nga arsye pse ka filluar me lexo është se jo është lexim formal i shkronjave në letër, por tash këna me të hap një udhëzim që me të ki me mësu me lexu jetën, me lexu realitetin, me lexu aktualitetin, me lexu të kaluarën, me lexu ngjarjet, me janë lexu si duhet. Kena me të dhonë një udhëzim të caktuar, një alfabet, po them kushtimisht, që me të mësosh me lexu sene që duhet. Për shembull të ndërvozën. Nëse një njeri gëzon begatit shumëta, dhe në ato begati që ai i përdor dhe i shfryzon, nuk e shes Zotin xhallahu ala, nuk e lexon atë begati, se është nga Allahu xhallahu ala, ky është analfabet. Edhe pse ndoshta din libra me lexu. Nga se analfabetizmi nuk ka veç mungesa e dijes për me lexu, po ka shkollë. Sot për shembull të ndërvozër nuk matet analfabetizmi veç me pa dije në shkrim e lexim. Jo, kjo mati ka qenë. Tash dikush që nuk din gjërat elementare të disa pajisjeve, për shembull, nuk din me përdor telefonin në këtë kohë. Nuk i din disa gjëra elementare të kësaj teknologjie. Edhe kjo është analfabetizëm i kohës tonë. Që ka qenë një kohë analfabetizmi i përkthyer dhe i manifestuar në mungesë të dijes me shkruar dhe me lexu. Pra nuk ka gjithmonë dija me ditë me lexu, po mi kuptu gjëra që duhet. Andaj Allahu xhallahu ala zbriti udhëzimin që me të me ditë me lexu jetën, kush jena na. Për shembull, njëri jeton tani jetën me dekada, 70-80 vjet jeton. Do shta kryen në shkolla të shumta, ka grada akademike. Mirë po, asnjëherë në jetën e tij, me krejt dijen që e ka, nuk ka ditë me lexu kënë ka Zot. Nuk ka ditë me lexu pse ka në dunjë. Kjo është analfabetizëm në raport me qëllimin e krijimit. Nuk di me lexu qëllimin, nuk di me kuptu qëllimin, nuk di me kuptu begatit, nuk di me kuptu sprovat. Pse Allahu të sprovon? Pse Allahu nuk të jap këtë? Pse nuk të jap? Pse Allahu xhalla xhelalu për shembull ta dërgon smundjen? A është veç ashtu ta?
Ka arsye të caktuara. Aftësia për me lexuar mesazhet hyjnore është dija e kërkuar. Prandaj Allahu xhallahu ala tha lexo, do të thonë mësoj me lexuar mesazhet që të vinë në jetën tonë nga Zoti te barekuhu teala. Edhe begatia është mesazh, edhe sprova është mesazh, edhe jeta është mesazh, edhe gjithçka që të thonë janë mesazhe të caktuara që duhesh më mësuar me lexuar.